Na muna me thonë për korektësi, lartë, muna me thonë, ju muni me thonë, njerëz të shoqërisë civile, muni me thonë, krejt kuvendi kanë faj. Jemi në një moment krize për shtetin e Kosovës. Kemi nevojë me adresu përgjithësi. Po. Përgjithësia i takon partisë e cila e ka morë peng kuvendin se dënë me bo një njeri kryetar. Edhe më letë të qaroj diçka. Në kushtetutë Kosovës, thuhet kryetari i kuvendit zgjidhet. Jo emërohet. Sakt. Për ministrat thuhet emërohet. Do më thonë, na nuk kemi dorë kur emëron ministrat, kryeministri. Këtu me qenë se thuhet zgjidhet, do thotë që duhet edhe vota jonë. Me qenë se duhet vota jonë, na çka kemi bo? Mendoj që kemi pru një standard 3 që s'po flitet në formimin e institucioneve PDK-ja këtë mandat. Na jemi partia e parë opozitare në historinë politike të Kosovës që deklarohet që e voton kryetarin e kuvendit partisë fituese. Na kemi thonë votojmë kënd do tjetër s'ka qenë antar qeverie. Jena partia e parë. Partia që është në kuvend, si na, i thot partisë fituese unë ta votoj kryetarin e kuvendit. Nuk jemi detyruar, s'na detyron. Vërtet është. Ky është një standard i ri. Ligjërisht, dhe në pikpamje kushtetuese na kanë mujtë me thonë se votojmë kërkon. Ishim kon rregull. Mendoj që politikisht nuk ish kon korrekte, meqense i takon, por është korrekte me thonë se votojmë, sepse na... Takon me nominu, ma ne du të me bo pazar. Po mendoj, une s'jom për me përdor fjallën pazar. Ne kemi shtru një qështë e shumë parimore. Ne kemi thonë parimisht, kush ka qenë antari kësaj qeverie, që na për 3 vjetë, 4 vjetë, 4 e ma shumë, ja kemi evidentu krejt damet, nuk ka kuptim me votu, votojmë një kandidat tjetër. Ky është një standard i ri. Pse nuk e votojshin këta asnjë kryetar kuvendi? Te kanë pas qendrim bllokues për çdo gjë. Partia që ka përdorur dhe gaz lotësiell në kuvend Kosovës, sot po tenton që nën diktat me zgjedhje një kandidate për kryetarin e kuvendit. Mendoj që do të hynim në një fazë shumë të rrezikshme ku ky vend do të kishte më opozitë. Nëse nuk ka vendim të gjykatës kushtetuese edhe një muaj, që është e pritshme, po paralajmërohet korriku, i vjen që keni më mbledh edhe 15 tentime, edhe mandej afrohen do afate për zgjedhje lokale, që është tema e radhës realisht. Vërtet, para se me dalë të konsultimet që është ka e bën presidentja për zgjedhje lokale, është interesant interpretimi juaj si edhe si jurist dhe si politikan. E pat president janë një tentim me i bo bashk lider të partive politike, u atë dëgjëj pikpamjet, s'doli asgjë e re prej asoj pune. E para, a është mrena rolit edhe ingerencave të saj që të përzijet në punë të konstituimit kuvendit, edhe dyta nëse po, pse unë alveç me një tentim? Në parim, presidentja ka rol vetëm me thirrë seancën konstituive, pjesën tjetër me zhvillu kuvendi vetë. Me qenë se kjo është një situatë e pazakont, ne si PDK kemi pas paraqit propozimin të kryesi, që ti kërkojmë presidentes që është organi vetëm me legitimitet plot, se qeveria s'ka legitimitet, me i thirë përfaqësues të partive politike dhe me po nëse qaj dekret që përthiret seancës të parë, nuk zbatohet, çka me bo matutje. Edhe kryetari Krasniqi ka shprehë qëndrimin edhe para media, po edhe në takim me presidenten, që presidentja do duhet ta shqyrtonte mundësinë për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese. Edhe mendoj që duhet me ardhur ai moment kur ndoshta duhet me përdor, edhe do të ishte mirë sepse duhet gjendet një zgjidhje. Na këtu nuk